Policia e shtetit ka bërë publike planin e masave për mbarvajtjen e turit ciklistik Giro d'Italia, i cili këtë vit nisi me 3 etapa në Shqipëri. Masat përfshin bllokim të përkohshëm rrugësh, ndalimin e qëndrimit dhe kufizimit të qarkullimit të mjeteve që prej datës 8 maj në Durrës, për vijuar më pas në Tiranë dhe për të përmbyllur me 11 maj në Vlorë, që e parodhe në zonat përreth lumit të Vlorës. Për shkak të përkimit të datës së fundit të turit me zgjedhjet parlamentare të 11 maj, drejtori i policisë rrugore Altin Qato u pyet nga gazetarët nëse zhvillimi i eventit sportiv do të ndikojë në mbarvajtjen e procesit votimit. Ai theksoi se strukturat e policisë janë të koordinuara dhe se të dyja procese do të zhvillohen në kushte normale sigurie. Qëllimi i këtij plani masash që kemi bërë ne, këtu konsiston, përveç se të sigurojmë një mbarvajtje të aktivitetit sportiv, ne të krijojmë gjithë mundësinë qytetarëve për të lëvizur lishën. Kuptohet që kjo është një garë ndërkombëtare, e cila është një kalendari i saj është bërë një vit më parë. Ka përkuar me datën që ndelikon pak edhe shërbimin e policisë sepse do një angazhim pak më të madh, por në mënyrën si e shpreva unë, bllokimet, devijimet, ne kemi mundësi të krijojmë akses qytetarëve. Gara unë e shpjegova që mbasi mbaron gara, akset rrugore ku kalon intenari i garës hapen, pra nuk pengojnë. Ndërkohë, opozita ka reaguar më herët për këtë çështje duke kërkuar që të rishikohet data e mbajtjes së turit sportiv për të shmangur çdo ndikim në organizim dhe zhvillimin e votimeve.